Nderuar i kryetar Zoti Mustafa, të nderuar bashkëpunëtorë të presidentit Rugova, të nderuar të përfaqësues të mediave. Sot jam e lumtur që të angazhohem aktivisht në lidhjen demokratike të Kosovës. Ndonse njehem sikur të isha aktivuar në të, pasi që kam gjendur në kohën kur edhe është për mua lidhja demokratike e Kosovës. Dhe të ka lidhje në kohë më të vështira kur Kosovës i nevojitej forca e popullit, që të artikulon të qartë të fuqishëm vullnetin e popullit të lirisë, pavarësisë dhe demokracisë. Pra LDK-ja që nga fillimi i saj është bërë sinonim i lirisë, pavarësisë dhe demokracisë. Pra LDK-ja që nga fillimi i saj është bërë sinonim i lirisë, apo si që është në Bahajen, LDK-ja për popullin është shprehje dhe drejtë. Se pikërisht tani po angazhohem në lidhjen demokratike të Kosovës. Tani që kam mbaruar universitetin, mendoj që është më së nevojshme për rinin e popullit të Kosovës që të ketë një përfaqësues të denjë në vendin e Kosovës, sidomos sepse segmenti i shoqërisë shpesh edhe është anashkaluar në planin e brendshëm dhe i harruar e izoluar në planin ndërkombëtar. Të rinj thanë po vjen krah për krah me moshatarët e tyre evropian, t'i ndajnë dhe t'i kësojnë vlerat e tyre të civilizimit evropian. Më faleminderit.